Shkodra do t'jetë sërish mikpritëse e kampionatit ndërkombëtar të basketbollit 3x3, i cili do zhvillohet nga 30 korriku deri me 2 gusht. Ky është edicioni 11 i turneut, ndërsa për të 5 herrallazi aktiviteti organizohet në qytetin e Shkodrës, duke mbledhur sportistë dhe ekipe nga vende të ndryshme. Një prej organizatorëve të këtij eventi, Roni Gjeçaj, u shpreh se edhe këtë vit pritet një pjesëmarrje e lartë dhe një nivel i mirë garash. Sipas tij, risia më e madhe e këtij edicioni është përfshirja e konkurimit në kategorinë e femrave, një hap i rëndësishëm për zhvillimin dhe promovimin e basketbollit 3x3 në vend. Ky është viti i 5 që i aktivitetit ton 3x3 që zhvillohet në Shkodër dhe viti i 11 total i organizimit. Presim një interesim më të lartë këtë vit, pasi kemi më shumë ekipe dhe më shumë kategori se vitin e shkuar. Për këtë vit kemi risin për herë të parë që zhvillohet kategoria e femrave, që do jetë ditën e parë me datë 30, ku janë pjesëmarrëse 6 ekipe, një ekip nga Kosova dhe 5 nga Shqipëria, 2 do të jenë nga Shkodra dhe 3 tjera do jenë nga Tirana. Do filloj me datë 30, do zhvillasi për 4 ditë me radhë tek sheshi qendror tek posta. Për sa i përket rregullat e organizimit, risia si mjet është i kemi dhënë më shumë prioritet shqiptarëve, duke limituar numrin e të huajve në ekipet pjesëmarrëse me vetëm një të huaj, për shkak se duhet t'i japim masivizim ekipeve shqiptare dhe ta njohim këtë sport edhe më shumë në Shkodër dhe në Shqipëri. Gjeçaj tregoi edhe detaje të tjera se si pritet të zhvillohen ndeshjet, ndërsa tha se këtë vit nga interesi i lartë pritet të shtohet edhe numri i tribunave të vendosura përreth. Janë rreth 25 ekipe nga Shkodra dhe 12 janë nga qytetet e tjera. Luhet vetëm një pjesë, 10 minuta, që zgjat koha, ose me 21 pikë që përfundon loja, nëse një ekip shënon i parë 21 pikë. Pikët janë për 3 pikë shënohen 2 pikë dhe për 2 pikë shënohet 1 pikë. Në sheshin qendror do ketë edhe vende për spektatorë që mund ta ndjekin aktivitetin. Do të ketë 3 tribuna kryesore, të cilat do të jenë edhe më të larta se vitin e shkuar dhe do ketë kapacitet edhe më shumë këtë vit, pasi vitin e shkuar nga interesimi i lartë kishte edhe njerëz që qëndronin këmbë. Do ketë edhe shërbime të tjera mbështetëse për spektatorët, lojra shpërblyese për publikun, dhurata për publikun, kështu që ju ftojmë të jeni pjesë e aktivitetit edhe të shihoni atmosferë ndryshe në qytetin e Shkodrës. Turneu pritet të sjellë për 4 ditë radhazi spektakël sportiv dhe atmosferë festive, duke kthyer Shkodrën në një nga qendrat më të rëndësishme të basketbollit 3x3 në rajon. Ndërkohë, 2 ditët finale të këtij edicioni do të transmetohen drejt për së drejti në Star Plus Televizion.